Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hamdi dhe falënderimet takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatu dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe me gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, në ditës vazhdojmë në atë cilën Allahu Azza wa Jall e ka mësuar pejgamberin alayhi salatu wasalam në raportet e tij me njerëz ndryshëm. E sot do të flasim, pasi që dje folëm për raporti pejgamberit alayhi salatu wasalam me kategorinë e të moshuarve, edhe ajo është kategoria e dobët, ndërsa sot do të flasim përsëri për një kategori dobët, që realisht janë dobët, edhe pse mendojnë se janë të fortë. Do të flasim sjellja e Muhamedit alayhi salatu wasalam, me të rit, me gjeneratën e re. E si fillim, unë kisha dashur që ta drejtoj që çush u diket dje Muhamedi alayhi salatu wasalam të moshuarve, atyre cilët i kanë mëri do vjet drejtat e veta. Sot kena me të regu se qysh pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe trive që dë njëherë ja u hajmë drejtat, ja u ka të regu edhe ja u ka mësu se si duhet t'i ruajnë drejtat e veta. E për këtë arsye, Muhamedi alayhi salatu wasalam triti konceptonte, edhe që parafituronte trit pejgamberi alayhi salam. Ato ishin cënushëm, edhe triti ishin dopt. Qysh mundesh me thonë fëmija është i dopt ose i rivi është i dopt, një 12 vjeçar, një 13 vjeçar, një 14 vjeçar. Cili për juve mundet me ditë edhe mi shku menja se pse ai dopt edhe i cënushëm. Çka është i cënushëm? Kur ti nuk ja jep hakin fëmijës, kur ti e çon dikun keq fëmijën, pse fëmia është i cënushëm edhe i dopt? Dietarët kur kanë dashur me shpjegoj këtë fjali kanë thonë kështu shumë drejt. Fëmia është i dopt edhe i cënushëm, është i dopt edhe i cënushëm se fëmijën mundesh me manipulu lehtë. Për shembull, kur do dikush fëmijën me shti udhëve të këqija, udhëve të haramave, çush është ti? Tu janë pi trunin, edhe jep injeksione me fjalë trunit, edhe automatikisht mase janë pi trunin edhe ai smerr vesh, do të thonë ti e çon kat dush trivin. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka më mësuar se trivit slip me besu shumë, do të thonë i rivi realisht slip me besu më shumit, do të thonë pa mos, se kur të beson një i ri pa mos ti mundesh ka dush më apo. Do të thonë trunin e vet më shëtit ka doje. E para pejgamberi alayhi salam ka më mësuar që trivin, do të thonë i rivi zguxon shumë i besut më shumit, edhe e dyta trivit ti si më i shumë ki me ditë se të njëjtën përgjithësi çiki për fëmijët e tu, lip me pat edhe për ato të cilët i njën mahalli, i njën qyteti, i kisi shok. Do të thonë vazhdimisht në çiket brum kina musil të ligjëratës. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhi salatu wasalam i këshillonte fëmijët e sotshëm, për shembull trit, sigurisht ai djali hafëz i vogël, do të thonë, triti këshillonte, i këshillonte. Ju thoj ke sot ti je i ri, ama respektoj të më shumë se nesër edhe ti ka marrë koha që ki mu rrit, ki mu boj më shumë, ki me dash me të respektu. Për shembull, nëse ti si i ri, si ki respektu të më shumë, çush i tu prit me të respektu do të thonë tash kur i më shumë e trit e vogli. Do të thonë, kema tu dinë tu dal. Do të thonë, çush ta bësh kema ta bo. Mos prit se dikush ti i kanë më keq me të më shumë, e kur të bësh ti më shumë kanë të respektu njerëzit. Gabim a kjo qasje. Do të thonë gabim se nuk mundet ti më kanë i keq kur të rritesh mos e me të respektu tjerë. Ose kjo me të respektu do të thonë ki më kanë i respektu shumë pi i vogël, me më të më shumë, ose kur të bësh ti plak ta di se kërkuj s'ka me të respektu në jetën tënde. E për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam i mësoi ke, ki kujdes se shumë shpejt ka përcen jeta. A ka solo shumë shpejt ka përcen jeta dhe se merr vesh. Valla vjen koha që i ban 50, 60, 70, ki me dash trit me ta dhon një selam, me të përshëndete, sene, ama kërkush as ka me të këshyr bile. Ka me këshyr qertë ki shejtani ma hallos edhe ka me kthi kryen sa më shpejt ka përcej shtit. Do të thonë, për çka arsye lip me majta të balansin piri, pi 15-16 vjet, po kohë pubertetit, pak më i madh derisa ti kur të plagësh me të respektuar ato të tjerë. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhi salatu wasalam pika që kena me të regun ligjerat, të regon se kush i zbaton qëto pika, ka me arrit me lidh ura, për shembull nëse janë dy kodra edhe në mesa një lum, pa urë ti sune ka përcen, do të thonë lumin. Muhamedi alayhi salam ka me në mësue se, do të thonë, mosha ma e vjetër, edhe mosha ma e rej lip me kriju urat komunikimit. Do të thonë, lip me kriju se qysh lip me fol, qysh lip me bisedu, qysh lip me pat kontakt, ma i më shumë me matrivin. Do të thonë, qysh lip me pat kontakt, profesori, mësuesi me nxënësin e studentin, qysh li me pat baba, do të thonë ai mahallës, xhamati, qysh li me pat me ato fëmijët e xhamisë, me fëmijën e vet edhe me rrethin e vet, në urtë komunikimit. Do të thonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam a kujdes për çdo komunikim, për çdo sjellje dhe për çdo raport me njerëzit. E për këtë arsye, Muhamedi alayhi salatu wasalam u kushtonte, do të thonë rëndësi të madhe edhe i inkurajonte. Kjo e dishibje, i jepke motiv. Ajde respektoj pak matrivin. Banu më i mërsellshëm me trivin, e pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, nuk është prej nesh ai që nuk tregon mëshirë ndaj kujt, ndaj matrivit. Do të thonë nuk mundesh më kanë ti
njëri më i mirë, edhe nuk mundesh më ka një plotësum në imanin tan, nëse me 3 ti e ket me mrola. Nuk ta ka pa kërkush dhëmtë tua pi buzëqes tane, sti ka pa ti si më i shumë i ri. Domethënë, na mëson pejgamberi alayhis salatu wasalam se lip mi buzëqesh, lip me këshirë me të mira, mos me këshirë me mrola, edhe këto pika kena më shpjeguar një kanë. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salatu wasalam këshillonte, domethënë për mëshirë dhe mirësi ndaj trive. Para mendoni është një ngjarje. Është një ngjarje, domethënë që një gruaje ka bë kuror shkelje. E ka shkel një çajin e vet. Puna më e rëndë që mund të bëni gruaje, edhe një burrë është me shkel kurorën e vet. Edhe një gruaje e ka shkel kurorën e vet, një çajin e vet, edhe ka me çdo zonë. Edhe në moment e binte pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i thot, para mendoj, i thot, "Ne ta lindeni fëmijën." Kjo ka qenën, domethënë gruaja nga fisi Gamidi, është një fis i madh në botën arabe, edhe i thot, "Hajde linde ti fëmijën, edhe masi ta lind fëmijën, hajde." E lind kjo që ka bëhe zina, që ka bëhe fahishe, që ka bëhe, domethënë imoralitet, kuror shkeli është e lartë, dënimi i kësaj është i madh. Dënimi i kësaj është me shku në botën tjetër, domethënë në aspektin që ka praktikuar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Edhe në këtë moment, masi lind fëmia, kjo e merr fëmijën edhe shkon te pejgamberi alayhis salatu wasalam. Edhe kur shkon te pejgamberi alayhis salatu wasalam, Rasulullah i thot nuk kena me dënu, domethënë edhe kena, domethënë para mendo, ka bot tradhti bashkëtorë, thot nuk kena me dënu që mos ta lajm çket fëmijën sa ka lind, domethënë pa nonën e vet, pa domethënë pa dikan që ka më kujdes. Para mendo, domethënë edhe në tradhti pejgamberi alayhis salatu wasalam ka lishu pe, pse se ka pat mëshirë, jo ndaj asaj grujës, po ka pat mëshirë ndaj fëmijës. Domethënë kujna ne me mëshirën kur gabojnë fëmijë, domethënë na janë gabime të vogla. Ose i rivi, se fëmi konsiderohet për 1 vjet dhe 13 vjet, 12 vjet, disa ti në bilik. Mos e me do t'i sa i burë është, ai psi u ka rrit me trup. Ajo është halat në atë fazën që hala lun me lojna. Mos i lun hala me lojna, dije se hala se kam rriat moshën që realisht lip mja besu t'i dosene që i besot madhit. E për këtë arsye, Muhamedi alayhis salatu wasalam u lutke për fëmijët e vogli, edhe shka ja u bajke, e kena kallzu ligjeratën e 3 të Ramazanit që ja u bajke tahnikun. Tahnik është që mirë ke pejgamberi alayhis salatu wasalam hurme dhe jashtike ngoj, pse me kallzu dashuri për fëmijët. Po unë du me tregun një hadith tjetër pejgamberit alayhis salatu wasalam. Transmeton Qais bin Mihas se pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte me një vend, thot edhe unë ja çova, thot një fëmijë Resulullahit alayhis salatu wasalam, edhe ja ulan prejën. Para mendon fëmijë i vogël që akon hala në gjithonje, hala ka pi prej nanës vet, domethënë shumë shtamël. Edhe në moment thot ja lashën prejën, Muhamedi alayhis salatu wasalam fëmijën. Edhe këtë mojt pejgamberi alayhis salam të ledha të fëmija e urinon. Domethënë e ban nevojën prejnin e pejgamberit alayhis salam. Edhe Resulullah alayhis salatu wasalam kur gjozboni, veç e largoi fëmijën edhe spërkati me ujë, edhe e pastroi vendin. Edhe mas kësajna, domethënë e komenton Ibn Hajar al-Asqalani, domethënë thot, pse pejgamberi alayhis salam kur gjozboni ishte shumë tolerant, thot se çiki transmetim, domethënë çiki hadith do më kallzu edhe mua edhe ty që gabimin e fëmijës ti sti më kanë ashpër. Për shembull, ne mujna marrë një shkollë, banu tolerant ti si bab, karshi fëmijës tanë kur fëmija jo të gabon. Mos e këshirë non stop ashpërsisht. Nëse ka thy diçka, ka bo zullum diçka, mos shko të vërtit. Se si t'ja nis me vërtit, fëmija jot nuk ka me të tut si rezultat, fëmija jot nuk ka me të respektu si rezultat që ti e ki mësu me të respektu, po fëmija jot ka me të tut si rezultat i dhunës që ti ushtron. Në momentin që fëmija ka mu boj pavarë dhe ka me mujt me ta kthi dhunën, ta di se çaj fëmija ka me ta kthi dhunën. Mos e mëso fëmijën, dhe vëdhon pi vogël për do zullume të vogla, 1-2 i vërtet, 1-2 i shejtan shpi, 1-2 i zullumçari i shpi. Ti zullumçar më i madh se fëmija që i zullumçari i vogël. Dhe vëdhon fëmijën e merr me butësi. Pejgamberi aslam kur gjosi tha, hiç as nuk foli, as çerën nuk e ndroi. Vetë çka e largoi, ja dha në vet, automatikisht e pastroi vendin, sigur kur gjomos me pas ndodh. Para mendo sot me turinu doni fëmijën preje. Domthon shka bën ti? Domthon shka bën? Valla del pi patikave, automatikisht domthon del shinave. Domthon pejgamberi alayhis salatu wasalam e mësoni na treguat fazën e hershme të fëminis, edhe kena muri që pejgamberi aslam çka komunikuar me njerëz me pubertet edhe domthon kështu me radhë. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salatu wasalam lunte me tric. Sot me pa të njënë mahal, në lagjën tonë që lunë me dëni tri, thu, kja, la i kujtojt ajo fëminia, e di kër akon fëmi, me nën halo se është fëmi. Pejgamberi Allahit si ka ardhë mare me lutë me të mitë, për shembull ka rastet ndryshme, ne kina mi marrë inshallah 2 raste. I pari është, transmeton El Halidi se, thot, ja prënon do tesha pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe mes atyve tesha ishte njëna e lesht, e dini çka është e lesht, edhe një e zez. Thot Muhamedi alayhis salatu wasalam tha, kujt mendoni se duhet mi avesh këto tesha?
edhe heshtën krejt, para mendo, e pyesin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kujt ja dhon shtotesha, heshtën krejt, derisa Muhamedi alayhi salatu wasallam tha, "Masillni el Halidin këtu." Edhe e pronën kët, el Halidin. El Halidi thot, më çonte pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe ai më veshi me dyrt e veta, edhe më tha, do të thon, o Halid, kjo është sana. Sana nuk është arabisht që kjo fjalë, as shqip nuk është kjo fjalë. Sana është fjalë e gjuhës abisinite, do të thon, gjuhë abisinite që ka jetuar njerëzit në Abisini. Pejgamberi alayhi salatu wasallam për me dash me lut edhe me fjalë me fëmijën i ka përdorur do terminologji që e kanë kënaqur fëmijën. Për shembull, kjo është e gjuhës abisinite, se el Halidi me nanën dhe babën e vet kanë jetuar në Abisini pasi kanë emigruar në Medinë. Do të thonë, ne mund na marrim një mësim tjetër. Kur vin, do të thonë gurbetit te ne. Për shembull, çka na vjen neve më shumë te inati kur vin gurbetit, kur e folin gjuhën gjermanisht, francezisht, do të thonë, na vjen inati ne dojna me plas kur ato folin gjuhën e vet. Nguci pak me fjalë kreative. Për shembull, mi thon gjermanisht i shlimi, ishti duket, do të thonë, një fjali që do shta s'munësh me shqiptu, po mundoje me fjallë që ato i ban me kesh, ti mi tërheq për ka vitja jote. Do të thonë, pejgamberi alayhi salatu wasallam, do i kemi tërheq, do të thonë fëmit me fjallë që i dojnë fëmit në gjuhën e nanës tyre. E gjuhën e nanës e Muhalidit ishte abisinishtja, e dashur vëllezër besimtar. Fëmijës mos i risar serios, matrivit, ti si ma i më shumë, mos i risar me mrola, mos i risar me qere. Do të thonë fëmijës, nëse nuk mësohesh me kesh, mi kesh fëmijës, për shembull, nëse kishe dash, ti serioz i dunjas, që ti serioz nuk je kur do të më kanë serioz, ti ri serioz me ato shka s'do të më kanë serioz. Do të thonë, me fëmijën mos ri shumë serioz. Do të thonë, me fëmijën banu pak ma gentlemanbe, edi banu pak ma elastik. E keni pa ato guma që bon për shtatën në çdo vend, banu qasi pak ma elastik. Mësoja gjuhën edhe komunikimin e fëmijës. Mos shko fëmijës krejt, i këti, më thonë, këtë më arogancë, nuk e do fëmija këtë, se nuk do. A i tu dash me dash generata e reja si tu dash. Pak ma but, unë s'po thonë ti mi marë tabiatët e fëmijës, ama mos u ban automatikisht ti që kur gjo fëmijës nuk ja adapton, do të thonë me generatën e vetë edhe me moshën e vetë. Ne e dina se është interesant, i thue, a ve ti fëmija, ala, 2-3 vjet i kije. Po, 2-3 vjet, veç fëmija me telefonin që e ka mësue, do të thonë për 2-3 vjet sa ki mësu ti 50 vjet. Do të thonë, fëmija është pak për para neve, që pak para generatës që s'ka pat telefon ma herët. Për këtë arsye, për shtatju pak fëmijës, shka, në sillet e veta, nëse do me pat një raport matë mirë fill, do të thonë, me fëmijën. E dashur vëllezër besimtar. Transmeton Anas ibn Malik se Muhamedi alayhi salatu wasalam të lyke me Zejnepin, edhe e thirke 3 herë, 4 herë, 5 herë, o Zejnep, fort hajgarës. Edhe në dike me bu hajgare, nuk ishte guri pejgamberi alayhi salatu wasalam që edhe njerë me thirë të fëmijën tanë, mës me të akthilafin, ti mun njerë fjallën e dytë e kitë shajtme. Pse se nuk të angu? Pejgamberi alayhi salatu wasalam për këtë 5 herë, 10 herë, disa thojnë edhe 20 herë e ka thirë, dhe më thonë Zejnepin, diri se e ka këthi Zejnepi. Në këtë rast dashur vëllezër besimtar, është një sen tjetër. Është një transmetim ku thot Mahmud ibn Arabi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kështu çka bo hajgare. Mia bone dikuj që shtu, valla, bila që tekin e ha, vallaj, bila i cil. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, e mbaj mend, do të thonë ky Mahmudi thot, e mbaj mend pejgamberin alayhi salatu wasalam, thot që më spërkati me ujë nga goja e vet. Për shembull, menoj ti të kundërtën, me të spërkat një fëmijë me ujë, do të thonë pika goja e vet, çka i kishe bu? Pejgamberi alayhi salatu wasalam e spërkat me ujë për disa arsye. Për shembull, unë thonë unë e gërdit nëse më spërkat me ujë. Uji pejgamberi alayhi salatu wasalam që ka pat në gojë ka qenë bekim para do të thonë për fëmijën e për zhokan. Do të thonë ai ka qenë kategori tjetër. Ne po folna forma të ndryshme të shmush me lut me fëmijët. Transmeton do të thonë Mahmudi thotë se a dy të shemoj menun e pejgamberit alayhi salam, sa ka një vogël, se ka lut me mu. Pashallah, çish do me të mojt men ti gjeneratare. A do me të mojt men që kur të vdeksh ti, të thonë shqyr shka vdit se valla pështum për këti, s'mysh me ka përci ka ma halla, a do me të mojt men që kur të vdeksh ti, kanë me thonë, a që kanë me thonë, valla ja ka njeri ma i mirë ma hallë, valla ja mërzit s'kur me pas dik baba jem. Do me thonë, ne li me qenë për atyve që sa herë që ty takon i rivi, ti mi alon amël, jo sa herë që takon ty i rivi, mas keqë me të mojt men, po s'ban me të mojt mas keqë me një rivi. Nuk ban gjenerata e rejti me të njoftë në lagjën tane, në mallën tane, ose mos të folën në xhamien tane. Me thonë, pse nuk i të orë në xhami, nuk jam të orë në xhami si rezultat që është një plak, është një më shumë, është një ani që sërë që të nashe me krye do me në nëzirë jashtë. Do thonë, pak ma qetë situatën me të mitë, mere shtruar, thojnë Shqipnijës, mere pak ma rahat situatën me të rritë, edhe kur të gabojnë, i ri është dhe, fëmi është dhe, i toleron të pun fëmijës, a i të më dhojtë për gabojnë e kur gjësë unë pibojnë e përëm do t'i fëmijës.
Do të thonë, pak më ndryshe situatën edhe raportin me kanë me fëmijët. E dashur vëllezër besimtar. Ibn Hajeri thot, do të thonë spërkatja që e ka vënë pejgamberi alayhis salam fëmijëve prej gojës vet, ka qenë bekim për fëmijët. Ka qenë, a di çysh? Disa dietar thonë, për shembull, çdo send që mundesh me gjetë pejgamberit alayhis salam teshat, do të thonë ka bereqet në ato. Bereqet ka pas kur pejgamberi sallallahu e ka spërkat prej larg me ujë me gojën e vet. Do të thonë, është një situatë pak më ndryshe që mujna me kuptue, do të thonë këtë transmetim. E njëjtë, në çiki transmetim, çiki hadith na tregon se lejohet fëmijët me marrën pjesë në mexhlise të familjes edhe për shembull mexhlise diturisë. Përpara, do të thonë ignorantat, do të thonë përpara primitivat që i kena pat më herët, për shembull, e kanë pat. I rivi zguxon me inodën e burrave. Po si inodën e burrave s'di ç'mu bë burr. Nëse i rivi nuk sheh se çysh respektohet, do të thonë çysh bëhet mohabet mesin e burrave, çysh po do ti nesër ai me ditë. Për shembull, tash në gjeneratën tonë me vdek dikush, mu mledh 3-4-3 me shku me pa dikun që ka vdek dikush, nuk di kërkush dy llafe me t'i lidh që mi dhon ngushëllime që t'ka vdek dikush. Me nxi presin me ardh dikush më i shumë që më ardh me fol se nuk di mi lidh dy llafe. A di pse s'di mi lidh dy llafe? Se kurse ki marr ti si bab, ti si miq, ti si daj, ti si më i shumë, me marr me shku me pa dikun fëmijën tan, ose se ki marr nipin tan. Që kjo është aktuale në shumicën e trive. Kjo nuk është me thanë valla dikujt i ndodh. Hajde merre ti si i rin vetën tane dhe thuj kur të shkoj me pa dikun, a kisha guxu me fol për shembull, me kallzu një hadith pejgamberit alislam. Edhe mi thon Allah ju bashkon në xhennet. Të lidhet goja. Jo të lidhet goja pimarës, po të lidhet goja se s'dish ka me lidh. Do të thonë, për këtë arsye, nuk është pisonetit pejgamberit alayhis salam mos milan nodat e burrave, do të thonë që janë matri, mos po thon bebat lirekti me lan. Po ai ka bëu 10 vjet, 11 vjet, 12 vjet, merre nodën e burrave, ta mësoje pak traditën që shkon. Ta mësoje pak se ç'është lip me komuniku me gjeneratën më të moshume në situata të krizës, në situata për shembull që ka vdekje, në situata problematike, lip me mësu domethënë më i rivi. E jo ti për shembull e merr vallat nuk di me ti lidh dy llafe. Për këtë arsye, kjo që e s'kan lënë me hi fëmijët, me hadith pejgamberit alayhis salam lejohet për marrë nodën e burrave edhe në mezhliset ku mirët ilm. E dashur vëllezër besimtar, lejohet me i thirr të rit me pseudonime, me emra të tjerë jashtë emrave të vet, po me emra të mirë. Për shembull, transmeton Enes ibn Malik se Muhamedi alayhis salam bajke shaka edhe hajgare, do të thonë me neve, transmeton Enesi, derisa e thëriste e thirke vllavin tem të vogël, i thojke o Ebu Umeir, do të thonë me një emër të këndshëm që e dojke, do të thonë vllavi i Enes ibn Malikut, do të thonë edhe i thojke shkajki punt me Nugairinin. Nugairinin ja ka një kafshë vogël, si një lloj mace, si një lloj diçka, do të thonë një kafshë e ka ledhatu, i thojke shkajki punt. U interesojke për kan, u interesojke për kafshën e një fëmijës. Nëse të interesohemi për fëmijën e për kafshën e fëmijës, hiç e ma hiç. E këty nga ky transmetim Nevawi ju thot, lejohet disa fëmijëve, do të thonë fëmijëve realisht, mi u dhon pseudonime dhe emra të heshmi. Për shembull, a disa mirë është mi thonë një trivit o Altan. A disa mirë është mi thonë një trivit o Loçkoman. A disa mirë është mi thonë një trivit, për shembull, o Bukurosh. A jo ti mi thonë, o ti, nuk ka baj kafsh që me thirr kësi forme. Do të thonë, nuk ka kafshaj që ti me trajtu si kafsha. Do të thonë, ti lip me thirr trivin me emra çka i do. Nëse do i rivi, mundi i afërt me ty, ti lip me thirr me atë emër që ai e do. Për shembull, sot emrat më shumë që përdoren janë, do të thonë ajo terminologjia e trive është kjo, nuk është terminologjia që ne e përdorim, po nëse do me thirr në triv, mundesh me thirr, do të thonë o Loçkoman, o Altan, do të thonë fjalë ledhatuese e thirr fëmijën. Pejgamberi alayhis salam i thirrke nat fjalën, nat emrin që e dojke. Ne mi thon sot dikujt, o Loçkoman, për shembull thot, ki e paska u burni, do të thonë me fëmijë cilët kështu. E ul pak nivelin me kriju kontakt me trit. Se nëse s'ki kontakt me trit, valla këtë është një tane kemi pa, do të thonë të më shumë. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam e lejojke, për shembull, se komunikimi i mirë sjell ura. Ne kena komunikim të vobekt. Do të thonë ne kena komunikim, do të thonë të asaj trasës më të ulët, niveli më i ulët. Ne halos kena në nivel 1, do të thonë komunikim me trit. Ne halon nivel 0.5, do të thonë pak i mujt me përbaru. Pejgamberi alayhis salam level 10 ka në thonë aspektin e komunikimit me trit. Për këtë arsye ne e përmisojna komunikimin ton, do të thonë ditë për ditë. E transmeton Enes ibn Maliku, thotë se lujke pejgamberi alayhis salam, çka kena për hajgarën, ato që bojnë hajgarë vazhdimisht.
Transmeton Enes ibn Maliku se Muhamedi alayhi salatu wasalam lyke me mua dhe më thoi ke oti me dy vesh. Do të thonë hajgare që nuk është rrejn, edhe hajgare që nuk e prejk njerin. Për shembull, lejohet me bo hajgare kur nuk e nënçmon edhe përçmon dikan. Ama është një kategori e njerëzve që me këtë dunjon do me bo hajgare kur të lujnë me atë, aj prejkët. Do të thonë ti këtë domingut, ka pak domingut, a kur të të ngutësin ty, automatikisht prejkësh. Nëse nuk do me bo hajgare dikush me ty, mos ban me kërkan. Do të thonë po folën hajgaren që është në suazat normalës që nuk nënçmohet edhe përçmohet kërkush. Mos e le për shembull dikush me të nënçmu edhe me të përçmu me hajgare. Ama për shembull çu ka bëu për shembull transmeton do të thonë Enes ibn Maliku se Muhamedi alayhis salam do të thonë i ka thënë Enes ibn Malikut o ti me dy vesh. Do të thonë kjo është një lloj hajgare që është do të thonë brenda normalës. Apo jo ti me nënçmu njerin kur të bësh hajgare. Edhe mos u bën pjesë e kategorisë që nuk pranon hajgare dhe do të thonë me luj dikush me ty. Pra nëse nuk të prishet, do të thonë morali jot, nuk të prishet imani jot nëse dikush ta lishon ndaj fjalë në formë të hajgarës. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam garonte me ata. Për shembull, Muhamedi alayhis salam me familjen e Abbasit, me fëmijët e vet, Abdullahin edhe Ubejdullahun, rreshtoheshin, do të thonë me një vi, e thëshin hajde bojna gara, kush ma shkon mu, ka me ata thonë çeket ose çeket, do të thonë lloj hedijës. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam sa herë takonte, ju jep ke selam. Për shembull, sa njerin e takon ti prej te malla jote, deri te xhamia, prej te shtëpia jote, deri te xhamia që si jep selam, sa njerin? Bosh ishe se pave. E ki po, e pi selam. Do të thonë e kthejnë krijen, kishë nuk e ki pa njerin. Transmetoni Enes ibn Maliku se Muhamedi alayhis salam, do të thonë kaloi pranë dy fëmijëve që po lunin rrugë edhe i përshëndeti, selam aleikum. Muhamedi alayhis salam, do të thonë kur i jep ke selam, do të thonë e baj ke një lloj afërsie. Me tangu llofin, këshire. Me tangu llofin i rivi, tili me qenë ai pari që ja hik tutën. Pejgamberi alayhis salam, në çket hadith, kur ju ka dhënë selam trive, ka dashur me tregue se kur ti jep selam trivit, ai masej malete ka më nesër me don ty selam. Ama nëse ti nuk i jep selam, ai ka më tut me të këshyre leçë me të folmo. Do të thonë, në moment kur ta shifsh një fëmijë ose dikan, selam aleikum, ai një mirë, kur xhoves të kushton, a me para është selamja. Do të thonë, nuk është me para çka nxjerr pigoje, për këtë arsye, jepi selam fëmijëve edhe trive kur të shish në lagjën tane. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam u aprek ke kryen, ja u lëdhetoi ke fëmijën, do të thonë krye fëmijëve me dashuri. Për shembull, apo transmeton Enes ibn Malik se Muhamedi alayhis salam i vizitonte ensarët dhe sa herë që afrohej te shtëpia e tyre, fëmijët ngarreshin edhe çafshin pejgamberin alayhis salam se ai u ledhatonte kokat edhe lyke me ato. Për shembull, a e di kur qaf në iri? A e di kur mund me qaf atë gjismet në iri? Në iri mundet me qaf kur i kiç topika. Kur ti e këshira të kesh. E dyta, kur ti e përgdhël fëmijën. E treta, kur ti vazhdimisht i thu fjalë të mira. Dhe e katërta, kur ti lun me atë. Fëmija, njerin arrogant nuk e do. I rivi fëmijën, do të thonë i rivi, gjenerata e ri, nuk e do. Matë më shumin që këshyr me qere. Jam të përmend qeren që dhëtë herë. Me qere zbani një këshyr, do të thonë gjeneratën e ri. Kesh, pash, Allah i kesh. Kesh, e di, qeli pak dhonë, pejgamberi alayhis salam ka buzëqesh me çdo kanë që e ka pa. Edhe me atë që ndoshta se ka dasht, ka buzëqesh. Fëmija, çdo fëmijë duhet. Edhe ma zavraki, ma halës, lip mu dasht. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam gjeneratën e re e dojke, edhe gjeneratës të re i jep kësi motivi. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam fëmijëve dhe faqet u aprekte. Do të thonë, u ledhatonte faqet. Transmeton Xhabir ibn Samure se Allahu azza wa jall qoftë i kënaqur me këta. Një ditë pasi e falem namazin e sabahit me Resulullahin alayhis salam, dolëm për t'i vizitu disa tafërm ti, ndërsa po shëtisnim ai zateki disa të vogli, edhe ja u kapi edhe ja u ledhatoi faqet. Të njëjtin e bani edhe me mu, thot Xhabiri, thot e ndjeva një freski, një aromë prej durve të pejgamberit, sikur me paspunu me parfema pejgamberi alayhis salam. Do të thonë, këshire qëtu është një mësim tjetër që apin djetartë. A e keni pa, kur i foldën i të madhit, ja shtrëngon dorën. Ama, kur i foldën i trivit, jep dorën, ati veç ata ka përcesh. Foli me mirë trivit, kur t'ja ivsh dorën trivit, jepja dorën që shep zho kujt, prekja me faqet, prekja kryen, ledhatoja, afroje me trivit. Më suban kish ati veç pëse i e rrën po të foli. Gjdo trivit jepja dorën që shep madhit. Do të thonë, pejgamberi alayhis salam ja u ka dhënë dorën që ka dhënë çdo kujt. Do të thonë, bile i ka ledhatu. Që kjo është ajo formula e suksesit që ti mundesh me pat me gjeneratën e re. Nuk ka me dasht i rivi përderisa ti s'ke me dasht trivin. Kjo është rregull. Do të thonë, hajde jepja ti hapësirën trivit nëse do ty me dasht i rivi dhe gjenerata e re.
E këtu të kjo pika, dhe vë thonë, gjenerata e rejë, alhamdulillah, ka përmisim, ama gjenerata e ma hershme kanë pat problem. Transmeton Aisha radiallahu anha, se erdhën disa beduin fshatar, dhe vë thonë, të shkretinës, të Muhamedi a.s. Edhe kur e pan, Muhamedi a.s. ishte duke i pu fëmijët e vetë. Dhe vë thonë, disa fëmijë, falni. Ishte duke i pu disa fëmijë pejgamberi a.s. faqe. Thot, të habitëm këto beduinët edhe i thojnë, pasha Allahina, i pu thke fëmijët e tua. Muhamedi a.s. thot, po, beduinët thojnë, vallahi, billahi, ne asnjëherë nuk i kina pu fëmijët e tonë. Pejgamberi a.s. thot, shka të tham une nëse mshira është ngrit nga zemrat e juve. Për shembull, hala ka si bura, edhe hala ka si mendësie që thojnë, marë është me pu fëmijën tanë ti para babës dhe para babgjyshit. Valla po knasht të puthë dhe gajle se kam. Dhe vë thonë, nëse ti me ndonë se puthje e fëmijës është hupje e burnijës, mos ko fsha burë. Dhe vë thonë, nëse ti me ndonë se me puth fëmijën tanë është mare prej babës e prej babgjyshit, vallajti alo jenë mendësie në ignorancës. Alo gjahileta që kjo. Pejgamberi Allah ti puth ke fëmijët. Kush jam unë ti mos respektu sunetin e pejgamberit alayhis salam mi dash fëmijët e ton. E për këtë arsye, ti i cili nuk e puth fëmijën tan, ta di se do të thonë mëshira e Allahut është ngrit prej zemrës tane. Do të thonë ti të ka hub komplet mëshira. Çafe fëmijën, pothe fëmijën, ledhato e fëmijën, hiç s'është marrë. Midis mysafirëve bile, gajle mos e ki. Vesh ti se fëmia jot, edhe ai i rivi i cilin ti e ki, i kënaq me ty. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam porosiste që i pën disa dhurata fëmijëve. Për shembull, kur jep një dhuratë një lojë fëmijës, ka ndikim të madh, një gjeneratës të re. E transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se kur besim drejtit, ato që nuk vjedhin vag, nuk vjedhin pazar, do thonë se sot shkon e blen një kilë molla, i thon një kilë ai 800 gram ti. Do thonë edhe të rreng. Do thonë pejgamberi alayhis salam këtu drejtohet në këtë fjali, kur besim drejtit, shihnin frutin e parë, për shembull në Arabinë Saudike kur pjekën, për shembull tani është pak më ndryshe. Atje kur del hurma e parë e pjekt, thonë ka ardhur sezona, do të thonë për mi shit këtë hurmat. Edhe në këtë moment ja pronën pejgamberit alayhis salam me këshir se a është pjek për nime. Në moment kur e kërkoi pejgamberi alayhis salam e pa që është pjek edhe e lipi fëmijën më të vogël për mi ia dhënën, do të thonë për shka mi ia dhënën hurmën që është pjek, atë frutin që është pjek. Kë bën nimsim, niveli në alta që kjo. Do të thonë kur të kishte diçka të parin sen mi ia dhën fëmijës, se fëmia lakmon. Do të thonë, çish lakmoni më shumë edhe njëjtë edhe fëmia lakmon. Pejgamberi alayhis salam do kemi u hek lakmien, do të thonë gjeneratës 3. E Muhamedi alayhis salam tash vjen edukimi i fëmijëve. Për shembull, ne kena krizë, do të thonë, jo krizë globale, po krizë çdo njëri në familjet e tona kena me edukatën e fëmijëve. Për shembull, Abdullah ibn Abbasi ka qenë, do të thonë, djali i minjës familjari pejgamberit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam, do të thonë, e ka këshilluar ibn Abbasin me çdo fjali. Këtë çka e ka këshilluar. Do të ihfadillaha yahfazak. Do të ruaj Allahin, Allah i tron ty. Për shembull, edukata më e mirë është ti më mësue fëmijës tan mi thonën ruaj kufit e Allahit, ruaj kënaqësinë e Allahit, ruaj obligimet e Allahit, mos shkel ku nuk duhet, mos i shkel kufit e kuçet e Allahit. Do të thonë, në këtë formë pejgamberi alayhis salam i mësoi ke kujna, do të thonë, nipit vet, djalit minjës vet i mësoi ke çish me rujt Allahin azza wa xal. Në këtë rast dashur vëllezër besimtar, se kur ja mëson ti lidhjen me Allahin, do të thonë atij trivit, atij fëmijës, atij nipit tan, kur ti mësosh lidhjen me Allahin, nuk ka shanca ai me dali keq. Se kur i tutët Allahit kam ju tutë edhe harameve. Kur nuk i tutët Allahit, këtë haramat e dunjas kam i t'i bo. Vallaj kam e t'u bo diler. Vallaj kam e t'u bo e në ato punë që ti kështë u rejt veç me ani fjallën. E jo mu bo një pijot e fëmija jot. E qaj fëmija i lashës tane. Për këtë arsye, jam son me rujt Allahin, a i kam mësue me rujt Allahin edhe Allah i kam me rujt vazhdimisht. E dyta ishte, wa idha sta'anta fasta'in billah. Nëse kërkon dim, kërko fillimisht prej Allahit. Lip mi jam su fëmijëve tonë se këtë problemet nuk t'i zgjidh dosti. Këtë problemet nuk t'i zgjidh familjari. Këtë problemet nuk t'i zgjidh ai cili ki krajnë tanë. Këtë problemet e tua t'i zgjidh Allah. Normal t'i kime kërku ndim të shokit e familjari, ama ndimën e parë kërkoje prej Allahit azza wa xal. E pastaj vazhdoi ke pejgamberi alayhis salam duke tregu se shembull, do të thonë, nëse ne fëmijët i mësojmë për shembull për Allahit, për pejgamberin alayhis salam, se sot ti duket shumë palidhje me thonë fëmijën tanë me ulë mi kallëzu se kush është Allahi. A disa është problem që ke mesele. Nëse ti fëmijën tanë se mëson se kush është Allahi, fëmijën tanë kanë me mësu të hujt se kush është Allahi. E kur ta mësojnë të hujt, është e dyshim çfarë mësimi kanë i bo se kush është Allahi. E Allah azza wa xal ka me na veç çdo njëri prej neve për kanë, do të thonë për mirësitë që na i ka dhënë. Për shembull ajeti kuranor është wa la tusalun yawma idhin anin naim. Allah i ka me vetë
për mirësi që t'i ka dhënë. E një për mirësive është që Allah të ka furnizuar me fëmijë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam, çka është mosha e pubertetit, do thonë mosha më e keqe që i ka i rivi. Do thonë transmeton Jundub ibn Abdullah se rrini me pejgamberin alayhi salatu wasalam derisa ishin të rinjët afër pubertetit. Thotë kështu mësuam imanin para se mësu Kur'anin, këshirme, do thonë rregull, qysh me ka përcip pubertetin masleti. Thotë e mësonim besimin, imanin para se mësu Kur'anin. E kur e mësonim Kur'anin, masej nuk e hupshmi imanin. Këtu e kena një mësim. A do me qenë fëmija jonë, do thonë edhe atë që e kena në familjen tonë, shtëpinë tonë, me ka përcije pubertetin mas mirë. Do thonë, si mundet fëmija me ka përci pubertetin formën më të mirë? 2 pika janë. Nëse çto 2 pika ja mëson fëmijës tanë, do thonë, ja mëson imanin, edhe ja mëson Kur'anin, nëse fëmijës tanë në pubertet, para pubertetit, ja mëson besimin në Allah, edhe ja mëson, do thonë Kur'anin, fjalën e Allahut, vallai fëmija jote ka me ka përci pubertetin masleti. Koha më e keqe cilën e ka përci njëri është forma e pubertetit dhe koha e pubertetit. Se në kohën e pubertetit çdo sen shka e mendon se fluturon. Veç Kur'ani edhe besimi, kjo i bie kështu më ndryshe. Fëmijën tanë, nëse do me ka përci kohën e pubertetit mas mirëti, rrethekoje edhe sille me një rreth që e dojnë Allahin. Shoqëroja fëmijës tanë me ktebin, çoje fëmijën tanë xhamien me kteb, çoje me nej shoqat që mëso dini Allahit se çati ka me gjetë shoqënien e vet, ka me gjetë automatikisht shok që kanë me patën të njëjtën mosh, edhe automatikisht tu ndëgju ligjërata, tu ndëgju fjalë të Allahit, ka me ka përci masleti, se 3-4 vjet mundet mi ka përci dikujna mosha pubertetit, dikujna 1 vjet, 2 vjet, dikujt edhe hala më tepër. Do të thonë jona është, nëse dojna fëmijët e tonë, çu pejgamberi alayhis salatu wasalam ka përcie, do të thonë pubertetin gjeneratës 3 me 2 pika, ja ka mësu besimin, do të thonë imanin në Allah, edhe masi ja ka mësu Kur'anin. Kur ja ka mësu Kur'anin e kanë rujt besimin. Do të thonë 2 komponente që fëmia jot e ka përcen pubertetin masleti, do të thonë çto 2 pika janë. Se mundet me thonë dikush, valla s'u ngon fëmia. Po s'të ngon se nuk insiston. Nuk të ngon fëmia se s'ka pa fëmia jot se ti mirësh me besim edhe me Kur'an. Kur e shef fëmia jot se ti mirësh me besim, me iman në Allah dhe me Kur'an, s'ka çare pa të ngu valla fëmia jot. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam i edukonte edhe çish me hang. Për shembull, mundesh me thonë çish bëhet me hang, edukonte, për shembull transmeton Omer ibn Seleme se një fëmijë për kujdesin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, dora në sahani, për shembull tash është më ndryshe se hajra këtë sanin ton. Ama më herët kanë hang këtë me një tepsi. Edhe i ka shku dora akolla më koll tepsijës. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka thonë: "O çun, o ti fëmijë, thot përmenda Allahin kur thash, ban bismillah, e dyta ha me dorën e djathtë, edhe e treta ha shkaki përpara." Mos hati për shembull në fund të mësijës shaki. Haça që e kiet përpara, do të thonë përpara vetes tane. E pastaj thot Omer ibn Seleme, thot prej kur më këshilloi pejgamberi alayhis salam, prej çasaj dite kam vepruar çish më ka udhëzuar Resulullah alayhis salam. E dashur vëllezër besimtar, në këtë hadith mujna me mësu 2 mësime. Muhamedi alayhis salam nuk i vike marrë me hang me fëmijët, nuk ka marrë me hang me fëmijët edhe me trit me gjeneratën e re, edhe e dyta nuk ka marrë me këshillu për ka e mira kur ai ban gabim, edhe kur i thën ligjet e Allahut azza wa jall, do të thonë këtë rast kur hajnë fëmijë, kur hajnë realisht buk fëmijët. Muhamedi alayhis salam i udhëzonte të fajshmit butësisht, për shembull bajke gabim. Muhamedi alayhis salam transmeton që kjo është një hadith i pejgamberit alayhis salam, ku thotë transmeton Abu Rafi, derisa po gjuja me gur, para mendone, gjujke me gur, i gjujke palmës për me marr hurma. Edhe në moment, ama këto palmat nuk ishin të këtij fëmijës, ose të babës vet, ishin do të thonë të ensarve, edhe e shohin ensart, edhe automatikisht shkojnë e marrin edhe çën te pejgamberi alayhis salam. Edhe në moment, Resulullah alayhis salam i thot: "O ti djalë, o ti fëmijë i ri, o i gjenerate e re, pse e gjyshe palmën?" Thekë ai nuk është e jotja. Djalushi ja kthejti tha: "Nga uria, shumë unë të ishta ja Resulullah." E pejgamberi alayhis salam kishte çfarë butësie i thekë. Mos ban ashtu, han nga ato që bin tokë, edhe ja vnoj thot, do të thonë dorën mbi krye, thot ma vnoj dorën mbi krye, edhe tha: "O Allahi të ngopt", do të thonë edhe kur mos ndjeshti, do të thonë eci edhe uri. E për këtë arsye, nëse e shohna dikan lagjën ton, mallën ton, që bën dëni zullum, mos reagon unë ashpërsisht. Mundoje pak me të butë, mundoje pak se valla këshirët ti ndoshta i fola ashpërsisht edhe ai largohet. Sa të ka përcej shtja, apet e vazhdon ai zullumin. Do të thonë nuk është pointa ne veç mi largu për një moment. Pointa është mi bind se do punë shka i bojnë janë ndalume, do të thonë dinin Allahit azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, edhe 2-3 pika inshallah dhe përfundojmë me trit. Muhamedi alayhis salam i edukonte fëmijët mbartjen e përgjithësive, për shembull sekretit, çto kena shumë problem, subhanallahu. Do të thonë
pika më e rëndë që ndoshta sot e kena, edhe gjenerata e moshuar, edhe gjenerata e re është sekreti. Për shembull, transmeton Enes radiallahu anhu, thot erdhi dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam derisa un po luja, do të thonë me disa fëmijë. Na përshëndeti thot gjithëve, thot ndërsa mund garkoj me një detyrë, prandaj u ktheva te nana ime. Do të thonë u ktheva vonë te nana ime. Kjo është interesant është. Pejgamberi sa me ka marrë kanë garkuar me një detyrë. Çfarë detyre kena me treguar disa transmetime se nuk është gjetë detyra. Thot sa po u ktheva te nana ime, do të thonë në këtë rast po kallzon Enesi thot se unë shkova e ktheva, do të thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam ja zbatova fjalën, thot edhe u ktheva te nana ime, edhe nana ime më tha pse u vanove, thash Muhamedi alayhi salatu wasalam garkoi me një porosim ja përcjell dikujt, edhe nana e vet, ha çfarë porosie? Zemra nanës do me ditë. Në këtë rast i thash se është sekret. Nana insistoi me ma gjithë çfarë sekreti, atëherë thash, do të thonë, o nuk e kallzoj se kjo është sekret edhe mos pyet për mua. Prandaj, i ri e ka marrë sekretin. E nana vetë thot atëherë, asnjëherë mos ja shpërfaq, do të thonë sekretin kujna pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me një transmetim tjetër thuhet që i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam ngarkoi me një sekret, por s'ja kam tregu bile as nanës time. Sot më ja kallzu dikujt sekretin, ma mirë që në Facebook, ma pak njerëz e marrin vesh, se sa më ja kallzu dikujt edhe mi thon, moje sekret këtë dunjon e mush. Vallahi sot është bë problem me gjet njëri që ta ruan sekretin. Do të thonë ti thon moje sekret, sikur mi pas ton dil kallzoj këtë dunjos. E barabart me këtë është. Do të thonë, ne mujna me patën një problem shumë të madh në jetën tonë. Edhe ti i dashur haxhi, i dashur i ri. Nëse dikush të jep një sekret, moje sekretin. Unë e di që çdo i besum e ka një të besum. Çdo kush i beson dikujt, ama kur dikush thoje moje sekret, pashallah mos e nxjerr sekretin. Moje deri në ditë shokim e dek. Moje më sekret, moje në veshin tanë dhe haroje bile, haroje, mos e kallzo kujt. Se sot është problem. Ti ja kallzon sekretin, ai njërin e parë, jo të besueshëm, po njërin e parë me hall që e kallzon, bile hala pa e thim telefon, selam aleikum, filani biri filanit më tha që shtoje, merr vesh munjer muhabetin. Do të thonë, janë të njerëzit që me të parin moment e kallzojnë sekretin. Për këtë arsye, pejgamberi alayhi salatu wasalam nëpërmjet Enesit dashni me tregu se nuk lip me tregu sekretin. E Muhamedi alayhi salatu wasalam u amoson te fëmijëve, do thonë rëndësinë e sinqeritetit. Edhe kjo me lejtë Allahut azza wa jalla është pika e fundit. Thot transmeton Abdullah ibn Amiri, një ditë më thiri nana ime, hajde t'jap diçka. Hajde t'jap diçka. Edhe në moment aty ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mbanë vetë që ta ditë pejgamberit alayhi salam. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, masi ishte ngat, i tha nanës këtina Abdullah ibn Amirit. I tha, "Çka kemi dhënën?" Tha, "Kam ia dhënë do hurma." Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, "Sikur mos t'ia jepshe hurmat, kishte me të regjistru një rrejn, një gënjishtër, do të thonë regjistrin e veprave tua." Adhim el Abadi, kër e komenton që këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot, ajo se shka ju thojnë disa prindve fëmijëve të vetë, kur ata të shajnë, ju premtojnë, ose i friksojnë dishka, thot është ndaluar dhe është në kategorinë e rrejnës. Kur ti e rrejnë fëmijën tanë, fëmija jo klip, thot, a kemi qëtë Elena, ti i thu, po vetë sa mi jam shel gojen, vëllaj tu ka regjistru një rrejnë të Allah azza wa jalla. Dhe më thonë, ne nuk guxojna fëmijët e tonë mi rrejtë, se kur ta rrejnë ti non stop fëmijën tanë, fëmija jo ti të ka shembulltyr, masën e kur të rritet, mos thuj, ka dul berrënc, gënjeshtar që ki fëmija jem, po piti ka dalë, sa ba aksham e ki rrejtë fëmijën, babi jam, qonë që tu, qoj ok, regulla, kur vike puna me quti se qonë, o babi jam, a blenë që ketë, po babit ka me ta blenë, veç mi jam shel gojën fëmijës, automatikisht ti tu ka rrejtë një rrejnë, me hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do më thonë, mëse rrejnë fëmijën tanë, mundoj me thonë, babit, kjo nuk ban, i te pru, me bind, me fjallë dryshme, po mëse rrejnë se ka më mësu me rrejnë, e mëse rrejnë a heca e kja rrejnë në fëmijës. Hece mësoj e fëmijën tanë me kallëzu sinqeritetin. Për këtë arsye, këto ishin ato pikat me rrën dashur besimtar, që ne mundohemi me shty vetën tonë shina, se si pejgamberi alayhi salatu wasalam u sillte me gjeneratën e re, edhe u sillte me trit. Ne lutim Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall na mundsojë neve që çdo herë me fëmijët e tonë, ne të jena shembulltyrët, na mundsojë Allah azza wa jall që me gjeneratën e re, sidomos ato që janë, do të thonë para neve, Allah azza wa jall na mundsojë që ta kena një komunikim, edhe urat komunikimit, që të mujna të bindna për hajër, dhe me këtë përfundojmë duke lutur Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të jap sinqeritet në fjalën vepra, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.